Harrojeni botoksin, kjo maskë fshin të gjitha rrudhat në pak javë. Me kalimin e viteve, lëkura e humbet elasticitetin dhe fillojnë të shfaqen në rrudhat e para, por kjo recet është një zëvendësues mjaft i mirë i botoksit. Kakao është një përbërës shumë e mirë sepse është e pasur me antioksidant, ndërkohë mjalti rikthen elasticitetin dhe butësinë e lëkurës. Avokado, nga ana tjetër, është një nga ushqimet më të mira që lufton plakjen. Mirë po duhet të dini se si është përgatitja. Në një tas qelçi hidhni gjysmë kokre avokado të shtypur, 2 lugë çaj kakao, 2 lugë çaj mjalt dhe gjithashtu 1 lugë çaj kanellë. Përzieni të gjithë elementet së bashku dhe aplikojeni maskën në fytyrë në mënyrë të njëtrajtshme. Mjaftojnë për 25 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën me ujë të vakët. Për rezultate të dukshme aplikojeni maskën 2 herë në javë.